dhe se pasaj shëndron thjesht opozita sipas tij që kërkon të destabilizojë vendin. Si shet tashmë të gjitha reagimet e fundit të vetë kryeministrit shqiptar Edi Rama? Në gjë, kryeministrin e kemi një showman, domethënë e pamë edhe në që ka qeftë, duket ka qeftë, duket dhe ndoshta është drejt atij normalisht sepse ne s'kemi qenë kryeministër asunasti Grisela, por është një showman që kërkon domethënë të jetë vetëm ai në vëmendjen e popullit, e kombit, po edhe në të gjithë botën, për shembull pash edhe në samitin e fundit të NATO-s në Ankara, i cili për shembull të gjithë liderët kryesorë të botës, pra qoftë zoti Trump, po qoftë edhe mikpritësi që ishte Erdogani, duke thënë ja si ka ardhur ky çuni, ky si halabak me vasar me lujt futboll në kalçete, pra domethënë që di se kush është Edi Rama, por fajsimi nëse një qeveri fajson domethënë popullin e pasën protestuesit, atëherë duhet të kuptohet sepse keni shembuj të në botë, edhe në Bashkimin Evropian dhe në shtetet me demokraci shumë të përparuar në thonë se puna jonë e Shqipërisë, janë që një qeveri nëse ajo tjetërson aktualitetin, do të tjetërsoj dhe do të pompoj edhe më shumë demagogjinë dhe propagandën tek mbështetësit e tij. Pra, atë që thotë Rama nuk është se protestat po dëmtojnë kombën apo dëmtojnë turizmin apo dëmtojnë të ardhat e shqiptarëve apo të Shqipërisë apo edhe vetë domethënë turizmin apo investimet e tij. Në fakt jo, do të shoh që zoti Rama do të tjetërsoj aktualitetin, ku e dini shumë mirë domethënë ja filloi hera, jo e bani Greku, jo e bani nacional padin pa iman, e bani Irani, e bani kibernetika, e bani Goxhë, e bani Kosovarët, e bani Maqedovarët, e bani Ulqinakët, e bani Flonjatët, këto janë të gjitha pralla, por vetë metodat demagologjike e zotit Rama nuk është se e shohim për herë të parë, domethënë në ashtu, dhe nuk duhet ta shohim me lëvizjet e zotit Rama për shembull si opozit, domethënë e protestuese, por duhet ta shohim në karakterin e tij, e cila me të vërtetë që i ka dëmtuar shumë jashtëmase popullin shqiptar, i cili dita ditës po largohet dhe nuk besoj që duhet të jenë domethënë në aktualitetin e shqiptarëve, domethënë ato përgjigjet e Rama, sepse nëse shkojmë nga Machiavelli apo te Platoni, domethënë që kanë shkruar për shtetin, se shteti, kush është demokracia, kush është drejtues, domethënë çfarë do të thonë një princ, një mbret, një kryeminist, një president, apo një drejtues në thojza, domethënë ne shohim shumë mirë që ato që bën Edi Rama nuk kanë lidhje as pak fare, domethënë as me sociologjinë e politikës, as me sepse nëse dalin nuk ka rëndësi numri Grisela, a janë 5, 50, 50.000, nëse dalin atje dhe dalin jo një sahat, apo 2 orë, apo një ditë, por dalin me ditë të tëra që të afrohemi gati po mbyllim 2 muaj në këto protesta dhe nuk i merr parasysh domethënë asgjë dhe në të kundërtën domethënë i fajson, në të kundërtën i terrorizon atë popullin e thjesht, ku të gjithë nga ne kemi qenë me ditë të tëra atje, kemi edhe si qytetar, por edhe si gazetar, dhe ja kemi arritur të kuptojmë shumë mirë domethënë ata njerëz përse janë, domethënë atë nuk janë të gjithë për qejf, nuk janë të gjithë atje për dalë xhira, por nuk janë të gjithë atë, por ka hadhe shumë të mëdha e popullit, e cila veshi qorr dhe veshi shurr dhe syri qorr i qeverisë me të vërtetë që Shqipërinë po e çon aty që Edi Rama fajson protestuesit që po e bëjnë gjoja, domethënë po dëmtojnë Shqipërinë, sepse të qenë në qeveri nuk është një koltuk i cili të ka ardhur nga Zoti apo të ka ardhur nga Shqipëria, që domethënë ajo është vota e këtij qytetari, e atij qytetari që është në rrugë dhe duhet i përgjigjesh kërkesat, pra një sundimtar në thojza, që është qytetin e vjetra, një kryeminist, një president, se zaten presidenti jonë zënë se të shpare, por një kryeministër, nëse e shef veten domethënë si zot mbi këtë popull, atëherë problemet janë aty ku janë sot, biles me sa duket do të shkojnë edhe më shumë, por i duhet i vënë stopin qeverisë dhe kryeministit arrogant ndaj këtyre kërkesave të popullit. Në fakt, Grisela, unë mendoj që duhet të jetë vetë PS-ja, vetë simpatizantët e PS-së, por edhe patronazhiste, sepse nëse e shohim filozofinë
politikën e Trumpit, në fakt unë kam bërë shumë krahasime vazhdimisht për shumë televizione shqiptare, ku i përket një përgjashmëri perfekte me Turqinë, të cilat në këtu flitet turqisht, kurse në Shqipëri flitet shqip. Pra kemi një sim të këtyre lloj protestave, të cilat me të vërtetë që pastaj shkohet grad pas grad, shkohet në një autokraci shumë ekstreme, e cila në botë quhet demokraci. Pra, domethënë emri pse ka demokraci, shkon në një autokraci të cila pastaj koka fillon duke ju hangër vetë llojet e tyre. Pra, Edi Rama vazhdimisht ja ka hangër kokën të vetëve, pra jo opozitës, por të vetëve, të cilat këto do të vazhdojnë pastaj edhe tek patronazhistët, do të vazhdojmë edhe tek drejtorët e administratës, të cilat sot janë të faktuar në Brisela. Të gjitha mesazhet ku në kryetar bashkie apo një drejtori një institucioni të shtetit e thotë që do vini kaq vetë kundër kësaj proteste, dhe kujtohet domethënë do vini kaq do bëni fake llogari, do të thënë në mediat sociale që ti mposhtim protestuesit, pra dhe këto janë krime dhe me legjislacionin shqiptar dhe me të gjithë legjislacionin evropian, këto janë krime ku merr dënim 6 deri në 12 vjet, pra domethënë edhe këtë populli shqiptar avash do të denoncoj, patjetër do të denoncoj, edhe pse tashmë e dim të gjithë që edhe ligji, edhe gjykata të gjitha janë në dorën e qeverisë. Okej, nuk kemi, por me patjetër drejtësia do të japin ashtu. Dhe me dy fjalë si këtë përgjigje Grisela, Edi Rama dhe vetë qeveria e tij, domethënë i kanë hangër kokën të vetëve, të cilët tashmë edhe sidomos që ku ka filluar protestet, e kemi pa shumë hapur, të cilët nxjerr në treg me mirë me kuptimin e fjalës, do të nxjerr ministrat në thojza që të lepin, domethënë pra të bëjnë zhurmë, sepse nuk kanë asnjë argument që t'i kundërshtojnë të gjitha këto protesta, dhe kjo është e keqja në fakt, më e keqja e të keqes është brenda PS-s, e cila me të vërtetë që Edi Rama, pra nëse do arritë qëndrojë në qeveri, domethënë deri në vjesht, atëherë do të kemi domethënë ngritjen totale, domethënë brenda PS-s, të cilët nuk do mund t'i dalin zot një mbreti hajdut, një që e shef veten si zot në qeveri, sepse tashmë populli tjetër, pra pjesa tjetër, ajo që është opozitare e PS-s, ka dalë në rrugë, të cilat Grisela ka ditë të tëra, pra bëhet fjalë me muj, ku ndoshta do të thënë muj i tretë, muj i katërt, muj i pestë, kështu që të problemet i përkasin qeverisë, të cilën kërkojnë zgjedhje dhe kërkesat e protestuesve janë legjitime, janë me kushtetutë, të cilat duhen të plotësuar absolutisht, pra dorëheqja e qeverisë dhe e gjithë institucionet të cilat i përkasin PS-s, të cilat dihet domethënë për vjedhje, dihet për korrupsione, dhe këto vetë i thot gjykata më e besueshme e zotit Rama dhe qeverisë së PS-s, që është SPAKU, pra të gjithë nga ato akuzohen dhe nuk akuzohen në thojza. Nuk kemi, domethënë, prokurorët e SPAKut në këtë protesta që po e akuzojnë, domethënë PS-s. Domethënë, mbreti ka dalë lakuriq dhe tashmë ai mundohet të mblohet me gjithë, por populli e ka pakut dhe prej ditë të tëra është duke ja thënë zotit Rama, dhe këtë besoj që duhet ta kenë shumë të fortë qëndresen, domethënë me një logjik shtetërore në atë post që është. Sokol, duheshën se më përmendë edhe SPAKun, por sigurisht edhe shumica e qytetarëve sy tashmë i kanë nga SPAKu mendon se ka vullnet real drejtësia e re të hetojë të gjitha procedurat e vendimarrjes dhe qeverinë sigurisht për të gjitha këto projekte gjigante, apo nga ana tjetër kur vjen puna për investitorët dhe ndërkombëtar, SPAK zgjedh që të qëndrojnë në heshtje, por edhe më janë. Ani gjë, SPAKu i përket shtetit tonë, pra domethënë edhe vendimmarrësit e SPAKut, pra që prokurorët, qoftë të gjyqtarët, nuk ka ardhur nga hana, nuk ka ardhur nga marrësi, pra janë pjesa e jur, pra ne i kemi zgjedhur atë, nuk do të faqsojmë në asnjë mënyrë, sepse shteti që mund të quajmë shteti bananeve, shteti më i dobët, shteti më kot në botë, edhe nëse funksionimi i ligjit, drejtësisë nuk është ndoshta për çase, apo për atë vit, apo për atë dekat, nuk duhet harrojmë që drejtësia bën punën e vet, domethënë bën punën e vet edhe mas 5 vite, edhe mas 10 viteve, edhe bën edhe